Kush e veshi Berishën me uniformën e Interit? Një shkrim nga Andi Bushati. Nga që nuk gjenë dot asnjë argument për të mburrur padronin e tyre real. Kjo farë meskinësh, që s'flasin dot për gjëra më të mëdha me vlerë dhe interes publik, sforcohen të bimejnë çdo kauzë minore. Veshja e Berishës me uniformën e Interit dhe thirrja për mosnjohjen e humbjes ishte një gjetje sipërfaqësisht e bukur. Ashtu si skuadra e Milanut në finalen e Ligës së Kampionëve dhe ajo e Shqupit u mund thellë dhe doli me turp nga fusha e lojës. Triumfi fituesve ishte nga dhënjues. Pikërisht kjo ngjashmëri në rezultat u dha dorë taborëve të regjimit, të cilët kanë abdotuar parullën e kryeministit se ky popull nuk ndryshon qeverinë pa ndryshuar më parë opozitën. Ta qesharakizojmë Saliun si një humbës serial që nuk pranon dot realitetin e disfatave të veta. Por, po u mendove pak për simbolikën e kësaj gjetje, kupton dhe në anën tjetër, atë se sa shumë janë shumë fishuar mediat, analistë, opozitarët falco që kanë shndruar talljen kritikën fajësimin e Saliut në burimin e jetesës. Nga që s'ka leje të hapin gojen për njeriun e gjithfuqishëm që vendos për gjithçka në jetën tona, merren me një kalë të ngordhur, impakti i cili mbi pensionet, taksat, gjobat, bursat, subvencionet, hipotekat, gjykata të zero. Ata që e veshën Berishën si interist dhe që imponojnë çdo ditë debatin nëse duhet t'i jap dorëheqjen apo jo, me siguri që po mos ekzistonte ai do të përmbytej media dhe televizionin me pyetjen: a duhet ta mbaj fjalën Tik Lapaj dhe t'i jap dorëheqjen? A dështoj me turp Gon Sheaj, i cili premtoi se do të merrte një grup parlamentar? A i zhvlerësoi elektoratit tezën e Arlind Qorrit se jetojmë në një regjim oligarkik pasi i dha vetëm një deputet nga 140 të mundshëm? Janë pikërisht të njëjtit që japën 4 kanat dyert të medjave dhe emisionet tyre përbashkëm, po ati Luli që kur ishte rivali Edi Ramës, e etiketonin si spionus të luftarëve të UÇK-s dhe të paguar nga Putin. Nga që nuk gjejnë dot asnjë argument për të mburrur padronin e tyre real, kjo farë meskinës, që s'flasin dot për gjëra më të mëdha, me vlerë dhe interes publik sforcohen të bimejnë çdo kauzë minore. Këtë dëshmon dhe imazhi i veshjes së Berishës me simbolit e interistëve. Ajo tregon se ata që e krijuan, e shpërndan dhe e botuan mbajnë në xhaket vulën e zhgryer të socialistit.